Qytetarët dhe përfaqësuesit e biznesit nga sheshi Demokracia në drejtim të Rusit ishin në fokus të takimeve që zhvilloi kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bar Spahia. Gjatë bashkëbisedimit me këto të fundit, Spahia u njoh me sfida dhe vështirësi që janë krijuar në këto 12 vite nga keqeverisja e Edi Ramës, ndërsa prezantoi programin e Partisë Demokratike të 100 ditëve të para të qeverisjes, me një plan konkret për zhvillimin ekonomik, lehtësim fiskal dhe një qeverisje të ndershme dhe afër njerëzve. Situata do të ndryshojë, tha ai, ndërsa mori mbështetjen e qytetarëve. Na morë vesh qyshin para sportit punën tonë. Mjafton me kënd demokrati flat. Faleminderit shumë. Do të gjithë mira për ju inshallah. Jetë na ka ardhur me këta. Për i biri ku i meriton gjithë. Faleminderit shumë. Për i mjetë ke vot. Gjithmonë ke që rësëmir. Nuk bilion kur ramet pas nga baba. 30 ditë që na ndojnë deri me 11 me tana forcat. Pasha zona ba ka ardhur aty ku nuk bën më. Duhet me ndryshim patjetër. Po ju lajm disa prej pikave të programit ton për 100 ditë të para qeverisjes tonë. Ja i zë kolegash për 245. Bërni. Faleminderit shumë. Bukur shumë. Faleminderit. Ky popull a lodh, a mërzit? Mu e parë ka marrë të një të pjesë. Hajde, faleminderit, se je zoti. Ai mirë. Çot fitore edhe të një të inshallah. Do sjetohet më. Mund të gjithçka. Ty fish në i ka bët takset, krahasim me sa më, edhe dhe mi quj 107.000 lekë muaj. Ky është ish kryetari i bashkisë më i mirë që ka pas Shkodra. Unë kam i dyqan betonale zotnia në apo e majti prandimin e pastaj se ka kanë kullom këtej dhe vend. Unë ju urej sukses edhe inshallah shkoni atje te vendi ku duhet. Për me plotësuar ata që janë të sushme. Faleminderit shumë. I kthem dhe një deri në Shkodrës. Po. Faleminderit shumë. Edhe herë tani të mira. Tonë po ky është zotnimi. Tash janë pushtet na kanë punë thikën fit. Po, Ne jena veserim që kret kot. E kanë kujda për gjithkën. E vërtet shumë. Ma që më thamë dhe o burre i shodhëm tani modën zetë më liru prej tyne. I grimi shini, mas më bon, është fatalitet. I grusht. Të është 2 milion banorës kena me, si i thojnë është ma menagjushme, edhe prapë si prapë. Po ky e menaxhon nga ana tjetër, se ky do me i kontrollu gjithë. Çështja është në vend që me bë hapa para, kena bë hapa të më mrapa, është të tmerrshme. Shumë mrapa. Ju uroj tani të mira. Faleminderit shumë. Menaxhu varmose. Na marru me ishte. Ma këtë ka shku këtu. Ko marru, këven, a shef. Si janë dhe drita në Rusin. Në 15 a dana me festu apo? Dona me festu në shesh të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Duke i ftuar të votojnë numri 1 dhe PD-n, koalicioni Aleanca për Shqipërinë Mallështore, Spahia garantoi se pas 11 majit Shkodra dhe Shqipëria do t'i kthehen normaliteti dhe qytetarët do të jenë të parët.